Vazhdon në Erion Velia, vazhdon pothuajse çdo ditë, pothuajse, nga parabulgimi ku është atje në Durrës, vazhdon me, se thuash, me prononcimet e tij, me statuset e tij në Facebook. Ja, ne kemi nxjerr pak a shumë lajmin sepse ishte e fundit sonte që sot mëngjes që e kanë nxjerr. Po duan të më dënojnë me 70 burg. Çfarë tregon kjo arrestimi i Veliajt dhe ky domethënë pozicionimi fort për një dënim kaq të rënd. Unë nuk jam ekspert dhe nuk e di domethënë i drejtësisë dhe nuk i di si llogaritet. Dhe ka thënë me stiroj që unë nuk u arratisa, i ka dyer në Amerikë, erdha, i ka dyer në vendin. E ka fjalën pse s'mëlihet e liri thotë. Në vendin që sot për kalaja e luftës kundër Kabalës që ka kontrolluar botën për 300 vjet, do vinte të rinte se ky është një nga njerëzit e Kabalës. Arrestimi i këtij tregon që ky është domethënë që SPAK-u kontrollohet nga amerikanët. Më kupton? Është e sigurt kjo? Po patjetër, këta e kanë goditur. Nga amerikanët e sotëm thotë. Po a dilte ky me Aleksandr Sorosin shumë ky se sa Rama. Kupton? Ky është pjellë e Sorosit 100%, domethënë ajo organizata mjaft. Kjo dihet. Kriove dihet botërisht që është bërë me fondet e sotme. Edhe ky e Ramsi më burr. Edhe ky është një investim në Partia Socialiste, ky është një mish i huaj, edhe Rama vet. Ja mish të huaj në Partia Socialiste. Rama është bërë për Lindës, ky është bërë për Ramës. Kupton që kanë mbajtur në Partia Socialiste dhe goditja e këtij është goditja e një nga njerëzve të Kabalës në Shqipëri, të Sorosianëve. Pra, me qenë se evropianët janë në kontrollin e Kabalës, i bie që Sorosianët, këta evropianët, nuk janë dakord me arrestimin e këtij. Pra, SPAK-un e kontrollon Shtetet e Bashkuara. Administrata e Trumpit. Po, janë ndruar kuajt e karrocës aty. Po, ende nuk ka ide zyrtare. Po? Nga ambasada. Ambasada është akoma në hije. Po, në eshtje, Trumpi nuk ka... Me të cako, thënë kjo, ata që na dëgjojnë, duke sikur... Pra, edhe unë që po dëgjoj tani, po thoshja ori sekond, te ka arrestuar si njerit Sorosi, si njerit Kabalës, apo se ndoshta ka shkelur disa ligje të vendit, dhe prandaj po arrestojnë. Ç'është dhe kjo cako? Shiko, po ti qepesh kujtdo, edhe një Jezu Krishti ishte ky, po ti qepesh ka aq shumë gjëra, po duash e dënon. Më kupton? Jo që ky ka bërë pa fund, është një nga njerëzit që goditja e këtij ka gëzuar të mathe të vogël, kupton, ishte bërë një figurë urryer në politikën shqiptare. Po mirë, po ti dhe vërtet kjo që sapo the cako, si ka mundësi që ky Edi Rama për një avresht, nuk e di sa ditë janë fiksa, ne do të jemi korrekt, doli dhe mbrojt i hapur, bile për të parush, filloi të luftonte të t'i binte SPAK-ut dhe gjyqtarët dhe ILD-t që janë këto. Për këtë rast filloi dilte hapur, por se e kapi pak më vonë dhe tha asnjë sulm më kundër drejtësisë. Qose e vura re. Në telefon i ka thënë. Po jo, pra i sekond. Drejto Timoni. Ky njeri, edhe pse është mish i huaj, jemi dakord me të gjitha këtë, po është shumë i aftë dhe shumë i zoti, është shumë furbo, është dinak etj, është kameleon, është master of puppets, çfarë duash ti? Që sigurisht do ketë një fund një ditë, sepse nuk mund të vazhdoj pafund. Problemi është ky nuk ka pari. Jo, vetëm pas rrymës. Nga shryma. Ta mbaroj pyetjen, që të bëj kontekst tama. Si ka mundësi? Ky Ramsi vet e dinte shumë mirë, po mirë risk duke i rënë SPAK-ut dhe duke mbrojtur Veliajin. Ato ditë që e bëri. Po mirë risk, si ka mundësi? Pra një sekond, në qoftë se është e vërtet kjo që sapo the ti pra. Si ka mundësi ta mirë të risk? Përse? Pyetje po të bëj. Ta merrte në mbrojtje. Po pra. Po ka dy opsione këtu. Ose ka bërë sikur e ka marrë në mbrojtje. Jo, ai publikisht e ka marrë valla. Mirë, më dakord, po publikisht bën ato, kupton. Ose ka bërë sikur e ka marrë në mbrojtje që të siguronte ata me syt me rreth lazer që kishte ky Erioni, çfarë janë ata patronazhistët me sy me rreth lazer. Ashtu i quhen ata? Po i quhen Rama më. Sy me i ka quajtur ai me rreth lazer. Ka quajtur kur ju drejtohej këtyre kriminalëve që i vajtën ande nga ato ande, mos harroni që patronazhistët tan me sy me rreth lazer kanë një targë që thuajnë që e kontrollojnë dhe ndjekin kuation një shprehje këtij afërsisht. Dhe këta patronazhisti kishte ky Veliaj, ky ishte makinë prodhimi parash, me para korruptonte njerëzit, me njerëzit të korruptuar bënte vota, prap me votat merrte qeverinë, bënte para prap dhe këta patronazhistët ja do Rama këtij, se mund ta braktisin Ramën dhe prandaj mblodhi Rama atje. Dhe i tha tash ky patronazhisti juaj, ja mund nuk është më Erioni, tha, ne do vazhdojmë punën, ju do rini këtu me mua. Ti thua nuk ka asnjë shans që një moment caktuar
kur do vejt në apel kjo çështje, nuk e di kur vete për sa kohë, e masës së arrestit, ti thua që nuk ka si shans që ta nxjerrin të lirë, ta lirojnë dhe që ai të rikthehet në zyrë? Zero. Po pse? Zero, është djegur ajo si figurë. Imazhi i tij është i nxirr. Po mirë, nëse ai është djegur, ai vetë nuk e kupton, po ti ku e gjen gjithë energji që çdo ditë bën status e i bie prokurorit, tani ka thua ta uli pak dorën. Ai pra, do të ketë besim shumë të fortë. Ja u drejton miqve të vet, Aleksandr Sorosit t'ia dërgon këtij përfaqësuesit të Bashkimit Evropian këtu. Gonzato si e ka ai? Po, ja u drejton këtyre dhe prandaj thotë dhe atij Orsidados, ti nuk e di me kë je ngatruar, i thotë. Pra e ngatruar me kabalën, i thotë, kupton? Po, ti nuk e di se kush jam unë pra është ideja. Po, pra, do me thënë që unë kam miq të fuqishëm dhe ka ky. Do me thënë nuk diskutohet, po tashi ata mund të fillojnë ta flakin se shikojnë si një kartë djegur. Po arrestimi këtij është një dështim për kabalën, më kupton, që kishte hedhur rrenjët në mënyrë shumë të fuqishme këtu dhe tash me goditjen e këtij filloi çmontimi i kabalës në Shqipëri, me goditjen edhe të USAID-it po ju ikim parat, Fondacioni Soros nuk do të ketë aq para, në qoftë se do vinte një kryeministër patriot mbas zgjedhjeve të 11 majit, në qoftë se do fitonte një krah tjetër, një kryeministër patriot, sigurisht që duhet të bënte një veprim të fuqishëm, të rrezikshëm për karrierën e vet, se nuk dihet si mbaron kjo loja fatgjate, por duhet ta bënte që Fondacionin Soros, shoqëria hapur ta konsideronte një fondacion që ka punuar kundër interesave të popullit. E tha Berisha, po të nxjerrim dhe ta mbyllte. Të nxjerrim në grata, tha. Berisha, unë pasi mbjet maj, tha, Soros do të shpahet në grata, tha Berisha. A dëgjove? Nuk besoj shumë se do ta bëje. Po pse jo? Le të shpresojmë që... Pse jo, ai ishte i bindur që nga Sorosi e ka këtë gjë. Vin mesazhe të cakon më thonë, lajmi fundit, shishi sa bukur. S'kan më lek vëlla, kanë ulur qepenin, buat çfarë më vin mesazhe nga çish më thotë dikur sa kohë. Kanë hyrë në faqen e ambasadës amerikane. Dare? Po, në faqen e ambasadës, sako? Qarë perle. E lajmi fundi, thot, ambasada amerikane në Tiranë nxjerr makinat në ankant. 7 makina total, thot. US Ambas Tirana, ja, është faqja zyrtare, është faqja zyrtare e ambasadës. Tani qa është kjo, sako, ma thua, thot. Ambasadës e Bashkuara në Tiranë shet 5 automjete për pasagjerë, thot, një kamion dhe një furgon për mjetë ankantit online në këtë adresë, dhe jep dhe adresën. Mund të ketë ullur atë kapacitetin e punojnësve, se Trumpi është duke përgjysmuar. Per, thot, nuk kanë më lek, thot, kanë ullur qepenin. Ky Elon Musk prandaj është vënë atje ky Doji që të si më tani kanë ullur dhe lek të ambasadë, të zboglohet më personeli 50% në përgjithësi i çdo ministrie në Shtetet e Bashkuara. Nuk e ka aq keq. Nuk e ka aq keq. Po shiko, mund të ketë edhe një ngjarje tjetër me kalimin e viteve. Çfarë perë? Më dëgjoj këtë se sa ka thënë njëri që mund të ketë një koalicion midis dy shtete bërthamore, Rusi, Shtetet e Bashkuara, kundër dy vendeve të kabalës, Evropë-Rusi, sepse Evropë-Kin. Mund të ketë një aleancë Evropë-Kin. Mi po kyçi i zgjidhjes së këtij konflikti që mund të jetë një konflikt ushtarak i madh, do të jenë India dhe Japonia në lindjen e largme, se me këtë do pozicionohen ato, me kabalën apo me patriotët. Dhe tash çfarë duhet të them? Trumpi po i largon avash avash. Se s'dua të ikë nga kjo. Do të ikë ende nga kjo. Sepse ai Kanadan e quan shtet të 51, Groenlandën e quan që do ta marrim ne. Mi po këto dy vende janë të Evropës. Dhe ai si mund t'i marrë kur Evropa s'ia jep dhe kanë bërë deklaratë. Ore Cako, ti beson vërtet që Trumpi do ja arrijë këto morbur, sepse shiko, dëgjoj, ai vërtet është presidenti i Amerikës, vëlla. Po mos harroj që në Amerikë, sido që të vi puna, vëlla, ka disa struktura të tjera që të bllokojnë, nuk të lënë të bësh çfarë duash ti. Pas një viti e pak... Ky ka në luftë me ato struktura, dhe ato janë të fuqishme, unë ta thash. Pas një viti, pas 2 vjetësh do bëjnë këto midtermet që i quajnë këta, këto zgjedhjet. Ban më 2018 Black Lives Matter çfarë i bëjnë ti deshe përmbysën Trumpin? U fshe dhe domethënë s'dilte, domethënë këta janë shumë të fuqishëm, pabala dhe demokratë. Kështu që të gjitha këto, ai vërtet është duke galvanizuar gjithçka, po a do i arrit të gjitha këto? Është luftë e madhe dhe këta kanë mundur çdo kundërshtar deri më sot. Nuk e di atë do vazhdojnë ta mundin apo jo, po ju ka dalë nga dora një nga instrumentet kryesore të fuqisë që ka pasur kabala,
që ishte NATO-ja, ose pjesa amerikane e NATO-s. Tash këta qa do bëjnë, se Evropa nuk është se duhet mos e marrësh parasysh. Evropa e ka GDP 27 trilion, kështu thuhet që është në vitin 2024, 27 trilion. Pra është shafër buxhetit të Shtetet Bashkuara. Dhe mendimën e kabalës që ka para pa fund, e disa e bëri Gjermania, ky president i ri, ky kancelar i ri, tha $500 miliard, tha buxheti mbrojtjes vitin që vjen, tha. Mirë, po dëgjoj, disa vite duan se kanë dalë ekspertë, kanë bërë llogaritlla. Disa vite i duhet për shembull Bashkimit Evropian që të arrijë jo. Po, të arrijë vëgjë ushtarake. Sa? Sa duash, ka dalë ekspertët, valla. Amerika ka 20 vjet që ka $700 miliard. Ore, sa duan këta, e disa? Po, ndoshta minimumi 15 vjet. Dhe në 20. Pra tani, Cako, e kupton ku jemi? Po të ecin me këto ritme, po kam fuqi këta që të ecin me ritme më të mëdha. Cako, këta kanë 70 vjet që nuk luftojnë më, vlla. Budgetit të Gjermanisë, vetëm Gjermania, 500 miliard. Po ta ngrejnë dhe këta 10%, i bie të jetë 3.3 trilion dollar, 2.7 trilion dollar. Këta mu të edhin pa fund miliarda, mo. Problemi është, për sa kohë ju duhet që ta bëjnë efektive? Që të thonë tani jemi në të pavarur. Armatimi dhe teknologjia e sotme është shumë me përparuar se ajo që kanë në përmagazina Shtetet Bashkuara para 20 vjetësh ose 15 vjetësh. Tashi po prodhohen armë shumë dhe një nga ndihmat e mëdha që i vjen tashi ti Cako, nuk e ke hequr vizën e Europës, është e Turqia, thua. 800.000 ushtar aktiv, nuk është ushtri e pak. Rreth 1 milion ka ai, po çmenduri. Po Turqia nuk kuptohet mirë se me luan, njëri luan me amerikanët, njëri luan me... Turqia nuk doj që Rusia t'i marrë detin Baltik. Dhe ka marrë dhe njërë pjesë në vitin 1852. Por të këthyre të Velia, Cako, do kemi kohë të flasin për këto. Le të marrim skenarin, skenarin që është i vështirë për të imagjinua, por le ta the hipotetik që eliron apeli, është ashtu masën, thot me detyrim paraqitje. Dhe ky vetëm punë. Ç'se ndodh kjo gjë? Kthehet në bashki. Vetë kryetar bashkisë. A bëhet kryeministër një ditë? Ma thuaj sinqerisht. Nëse ndodh kjo gjë. Do të jetë një gur i rëndë në peshën e anijes që po mbytet të PS-s. Dhe do ta fundos më shumë PS-n, nëse ky afrohet në strukturat, për shembull, ta them del nesër ose pas një javë ose pas 2 javësh, dhe ky do marr pjesë në fushat, se ata se shmangin dot derisa është kryetari i bashkisë. Dhe pyetja tjetër, duke qenë brenda, skenari tjetër që nuk del. Sepse për shembull gjykata e lartë gjykata e lartë, më thanë mua është mbrapa 11 majit, pra është në maj qershor, shpreh gjykata e lartë për të po. Ky kabala tjetër i gjati, Ramsi, e fut në lista për deputet, si që futi Berisha Metën, e listat e sigurta? Velin. Qofse del. Tashin nga burë? Jo, nuk e besoj. Po pse se fut ky Berisha e futi Metën? Nuk e besoj sepse i bie të dalë kundër Trumpit pasaj. Sepse unë të thash që... Ti thua ka këtë hallo? Unë them që Amerikanët e Trumpit e futën këta në burg, dhe ai nuk mund të dalë tash kundër tyre t'ju bëj karqellek. Ju bëri një budallëk tash në Davos që atë ditë që Trumpi bënte betimin, ky bëri lidhje 10 vjeçare me Zelenskin, një hajvanllëk të madh. Kupton, një gafe pa parë. Ashtu si ato fjalimet që mbante në OKB atje kundër Rusisë, sikur ishte në një shtet me 80 milion apo 100 milion banor. Një tjetër mesazh, më thot, çani s'po kuptoj, thot, pse nuk e thot Cako, thot që europianët armë amerikane do blejnë, thot. F-16 dhe F-35, thot. Mirë, edhe mund të ndodhë kjo, se dhe Kina, për shembull, i ka shitur dronë dhe Ukrainës dhe Rusisë, kupton? Kështu që ata mund të shesin se vendet edhe kur janë në luftë bëjnë tregtime njëri tjetrin sipas interesave, por evropianët do përpiqen të krijojnë industrinë e tyre të luftës dhe e kanë mundësinë, sidomos gjermanët kanë teknologji të lartë, e kanë mundësinë të prodhojnë. E megjithatë, Cako, me që jemi të amerikanët që ti thua e futën, kjo amerikanët e sotëm, administrata e sotme erdhi dhe u ndryshoi skema dhe Velia e sot brenda, se po të ishte administrata e djeshme, pavarësisht nga provat që kanë kundër ti, Olsdado dhe nuk do e fusin dot, apo jo? Këtu logjika qëndron.
lajmi perl që mua merri gjatë emisionit dhe që nga i vërtet, ja çova dhe Ledios për ta nxjerr, nuk e di ato nxjerrët apo jo, është lajmi më i fundit nga ambasada amerikane, vëlla. Dakor? Që thot, ambasada, këtë po e them për qef tani se po më shijon shumë ca kohë. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë shet 5 automjete për pasagjerë, thot, një kamionçim dhe një furgon nëpërmjet ankandit online në këtë adresë dhe jep adresën. Është një perl e papar. Kush i kishte imagjinuar? Cako, ty kjo nuk të shijon, vëlla. Por të lutem, përveç asaj, kanë nxjerr dhe llojin e makinave, vëlla. Shikoje. O Cako, kanë nxjerr llojin e makinave. Po, pra, po. Që po shet. Llojin të dhenat, viti prodhimit, qepën për do makinë. Po, më digjo, Cako. Pse s'të bën përshtypje? Ato mund t'jenë makina me çip, ë? Po, më ta thashum se si e shikoj unë, domethënë këta janë duke zbuluar ku do personelin me 50%. Gjithë administrata po paksohet, sepse filozofia e republikanëve të vërtet është që të ulin taksat dhe tatimet, të ulin numrin e qeverisë, të keni një qeveri të vogël, dhe paret që fitojnë kompanit nga ulja e taksave dhe tatimeve, ti riinvestojnë për zhvillimin e ekonomisë. Ford Kuga që ka njëra Cako, që shitet ambasada amerikane, Ford Kuga është me paska shumë kilometra, 133.508 kilometra. Pra 133.500 kilometra ka kjo, që ka me këshu fuel diesel, thot po, që ka naft. Ja u rekomandoj këtyre të pëses, ti blenë, ti kenë si kujtim nga koha e dashurisë. Po, pra, në fakt do t'i blende e Ramsi këto në fakt. Që ka fix për rryp motorja. Për? Për rryp motori. Për rryp motori, fix, po. Që ka dhe i tjetër Ledio, që është, edhe kjo më duke se është Ford Prit. Po, Ford Explorer kjo tjetra, Ledio. Kjo është me 114.056 kilometra, shumë të vjetra. Paska dhe i qiko për rryp motori. Po, ndërkohë, nuk e di tani çmimin, më duke se nuk i jep çmimin Ledio këtu. Unë ta nis aty, nuk e jep çmimin se sa i shesin. Po me siguri do të ketë njerëz të interesuar që të blejnë këto dy makina, sepse gjithsesi kanë kujtim, thonë janë makinat e ambasadës. Thot në çmimi është i diskutueshëm apo jo? Nuk e thot, pra, nuk e thot Dregji, nuk e thot. Puna është që të marrësh dhe targat e makinës. Po targat si janë targat? Janë CD targat. Jo, është në ankant, nuk janë me çmim fikse, po kanë dalë në ankant. Kanë dalë në ankant, to? U shep më shumë nga Seriozisht e ke? Blerësit. Po, am the ti që kanë thirrë në ankant. Shumë the. Një sekond, vëlla. Ankant ishte? Ankant, pra, nuk i shesin me çmim fikse ata. Si korrupsion. Pra është tender. Dane më ku e thashëm? Po jo më dha. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë thot, shet 5 automjetër pasagjerë, thot, nuk thot në ankant. Po në mjet ankantit, këtë drejt, po. Them fillim. Pra tani kush hedh më shumë lek? Po. Në fiks. Thotë kjo është makina, sa e petit, sa e petit. Pra ka rrezik i shesin lirë, Cako. Po lirë janë, mo. Kush pse le dio? 6 milion lekë është. Ka ligjin amerikan. A janë? Në qoftë se herën e parë vetëm një blerës, caktojnë një ditë të dy. 6 milion lekë. Kjo Dodge Dodge Caravana 2017 është 3 milionë 100.000 lekë. Sa janë, mos sa janë gjithsej? 5, ë? Caktojnë këto dyja që shofun pak. Jo, 600.000 lekë treja. Tjetra është 3 milionë, është 360.000 lekë treja. Ti gjithu nga dëgjoni tani çoni futuri në ankant, se të ka filluar ankanti ambasada amerikane, shet 5 makina, vëlla. Zonja Zotrin falë se tash vëlla, se po i flisja Ledios së fakt. Bravo, po. Ford Ranger, një tjetër Skoda Yeti, çfarë perle. Ankantot ka dhe 7 ditë kohë. Ankanti thot do rritet se ka dhe 7 ditë kohë, më thon. Çfarë perle. Cako nuk e di pse po më shijoj shumë kjo gjë vëlla. Që ambasada amerikane kanë nxjerr 5 makina në shitje plak. Që ka dhe i fugon. Është dhe i kamionçin, tani imagjino superficia e botës shet dhe kamionçinën mor plak. Vjen për dall me kamionçin, o Cako. Ku që më të mendja Cako? Ore Cako dëgjoj se këtu çudita nuk kanë funda dhe unë për shkak deklaratat e mia gjithmonë ju kam thënë që shikoni interesin e shqiptarëve dhe keni kujdes mos i fusni thika njëri tjetrit, sepse këta superfuqitë ndrohen, vinë, ikin, kupton, ne duhet shikojmë gjithmonë interesin e shqiptarëve, me ta duhet lozim win-win, mos i lejojmë që t'na përdorin si gurshau. Kam kaq vite që ja u them, po ky gjatë ja bënde s'keni parë gjë akoma, s'keni parë gjë akoma. Dhe ai në rregull fatikisht. Është rregull deri tani ai, nuk kanë ngrënë akoma, se kanë ngrënë akoma, prit. Volkswagen Transport e thot Cako. I viti 2014 duhet të jetë ky furgoni le diabe, furgon po.
është thot 107.000, janë mbi 100.000 të gjitha këto makinat. Dhe është me naftë është dhe jo, naftë, ky furgoni. Naftë, 100.000 kilometra ka. Është mbi 100.000. 107. 107. Tjetra, po i man nga fundin e kjo. Edhe me kamion manuale është. Edhe që ka edhe manual. Tjetra për shumë, Skoda, këtë e thash, Skoda Yeti, po. Kjo ishte, Yeti e lexoj unë, nuk e di si lexohet anglisht. Jet. Jet, po. Skoda Jeti, po. Kjo është automatike ledio, dhe kjo ka i 2017-ës, edhe kjo diesel është. Sa kilometra ka kjo ledio? Kjo Skoda Jeti, vlla. Por e kjo... Jeti që ka i remo, 53.000 kilometra ka. 53.000 Edhe automatike është, në rregull është. Ky Jeti nuk është keq, 53.000 kilometra, cako. Ja, kjo është qefi tani të flarë. Automatike është. Cakon duhet e lëti qetë tani, vlla, se mu lof. Dhe në dëgjoj këto të kilometrave të makinave, është perlë, cako, dëgjoj pak. Ska si marrë që kemi qef në dy, janë kotë të gjitha. Një sekund tani, tjetë ambasada amerikane që kanë zirë në Ankan, dhe janë gjitha me CD në fakt. Këte e thash Ford Ranger, 157.000 km kjo ledio, edhe kjo diesel, qa perlë. Ka nisur Ankandi, zonja zotri, dhe gjithë ju që donit kapë në një makim me shpim të lirë, keni dhe 7 ditë kohë për Ankand. Janë makina të bardhat dhe të zeza. 3 janë të bardha dhe 2 janë të zeza. Unë po të isha i pasur shumë, do t'i blinja këto dhe do t'i mbanja në muzeum atje, do t'a tregonja mbas 30-20 vjetësh, se ndoshta në njerë mund të mbyllet dhe ambasada amerikane këtu fare. Ku djetë, po i në luft me Bashkimin Evropian. Isha një provë, thua ti? Po janë aty, thonë, ja, kur kanë qenë atëre, imagjinoj të ishte një makinë kur u mbyllë në vitin 24, ambasada amerikane. Ka njerëz i nga ruajtur, po pra, do me thënë kam bërë shumë. Kjo Dodge pas ka probleme me kamion. Dodge? Po. Pas ka probleme me? Me kamion. Se? E thot, ka defekt kamion, thot, duhet punuar. Duhet çfarë? Duhet riparuar, pra, defektin kamion. Po nuk e thot Dodge këto, valla. E thot këtu në informacionin që ka për makinën Dodge. E thot ambasada, pra? Kamio, po sigurisht, pra, do me dhe kamio duhet riparuar. Janë korrekt, pra, pandet unë e të shmi më shumë, se është kamio e prishur, o cako. Si ka mund të herë kjo ditë më burë. Në njëra mund mos ketë dhe kabiletin ke goma. Në njëra mund mos ketë dhe kabiletin ke goma. Tyta. E je 5.000 euro është njëra, thot. është njëra këto makinat, kush edhe më shumë, fillojnë nga 5.000 euro. Ka dhe një Skoda 3.500 euro, thot. Njëra është me çek motor. Dhe mund të japin dhe me këste. Njëra është me çek motor, ledjo. Po. Por i më tani, kaq keq ka një thamë... Kjo Ford Kuga, për shembull, që ka me çek motor. Ford kush? Ford Kuga është me çek motor. Pra që ka probleme motori. Ose jo, që mund t'i duhen vaj filtra. Ose mund të ketë përdor naftë në keqe. Normal, prandaj unë më ngeli kjo këtë i them shkojnë të SB-ja, po s'më dëgjojnë. Ti blej unë të trenis Botinago, po. Ti blej unë të trenisi ky, mjeshtri makinave këtu që merr makina. I dhe blej renis urgjent, vlla, se i ketë lira shumë. Po unë arvend një si japin targa, se janë CD. Ishin dhënë bashkë me targa zë ishte keq, po nuk i japin dot ato, si lejojnë. Ja blejmë për muze të trenisi, e më dërgon të muzeun e vetë. Marmitën e pas kanë për problem. Nëse më për ata që s'kan lek tani, duhet kapën e makinë të lirë, me i se thonë ti cako që kur nuk e, kur je i varfër, mos ble lirë se të den më shtrenjtë, është e vërtet kjo? Po prapë, unë them që ambasadën duhet të ndihmojnë. Lezët e kanë atë shprej, jemi të varfër, prandaj blem gjerë. Unë them që ambasadë amerikane, si mike Shqipërisë që është, duhet ndihmuar, të mund të bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve që të futen në këtë ankan dhe të blejnë ai makinë atje se gjuna. Njerëz janë dhe ata, imagjino të punojnë me të dy atje bashkë për shembull tani, edhe mos ta vini më fonde nga shteti valla. Pra, po të futejnë pak lëkurën e atyre, të vjen edhe pak keq. Pra, le të bëjmë pak human, cako. Nuk e shikoj kështu me të po. E di. Tani ne do të mbyllim Ledio sot me një video që më nisi mua Cako nuk e di. Do thoni ju Arian, po pse e mbyll me këtë video? Nuk është edhe pa, në fakt ju kam thënë që Cako, përveç se është një mjeshtër i madh i gjeopolitikës, pse jo, të lutem. Jo, da bëjmë atë. Është e bukur, aman. E di se më përshëndesje mua në fund. Jo, se s'jam vet atje, po t'isha vet, okej, po. Po vet jema? Jo, ka të tjera atje. Po pse mos është i turp? Pa lejnë atyre, jo. Pse të mërzitin ata? Jo. Zërbe. Ta dërgova, kështu ajo video. Po unë të thash, ata hedhin son të thash? Jo, se kam parë, se kam këtyre përgjigjet. Se ishe atje pra duke pirë. Duke ngrën atje këtu afër në bulevard. Duke kënduar, po me qenë se atje tavolina është e madhe, nuk mos... Po përveç Bamirit, kush ishte tjetër? Mos përmend emra, nuk kam nevojë të...
Më mirë se s'është gjë e keqe apo? Po mirë, e di pse pëlqeu mos, e përshëndet e mua në fund. Le në tyre nuk mund të kuptoj dhe bravo të qoftë se je njëri korrekt. Unë ta odha se ti po më shkruaj edhe unë s'tu përgjigja dhe tash jam në një ambient. Nga që më përshëndet e mua në fund, thash për atë do hedh. Jo. Më pëlqeu. Po ti isha vetëm unë, okay. Mirë, ole jo, e ka do vetëm pjesën e fundit pa dalë tjerët, që më thotë mua në fund çan. Po, kur janë tjerët. Po i duhet kohë Ledio sa bëj ato. Prandaj po them. Ledio nuk e kapim dot, ë? Jam nevojtë 10 sekonda. 10 sekonda. Ore Cako, dëgjoj tani. Sot është e martë, data, çfarë sot? Çfarë sot data, Allah? Data është 4 mars 2025. Trumpi del në orën 2:30 të mëngjesit, unë për vete dori ta ndjek. Unë dhe ndjek të francezës, sepse ata, nga që zdi anglisht, e kanë ata edhe ta thonë frëngjisht. Të bëjnë impeachment, te kanë armë më të fortë që të bëjnë republikanë kundër Trumpit, si kjo ngjarja që ndodhi me Zelenskin, se këto janë ngjarje kështu, domethënë që në logjikën tradicionale të politikës amerikane janë të paimagjinueshme dhe për këta pjesën e Po, le di erdha. Dhe domethënë do ta përdorin shumë këtë armën e impeachmentit dhe ka shumë njerëz që thonë që mund të arrin të bëjnë votat nga këto politikat radikale të Trumpit me kalimin e kohës. Se ka dhe ca republikanë që i ka kundër ai atje, prandaj. Dhe mund t'i bëjnë që edhe të arzojnë dhe ka shumë njerëz që thonë që president i ardhshëm mund të jetë ky J.D. Vance, domethënë ka shumë analistë. Që ai është më radikal akoma se Trump. Po këta analistët më shumë i përkasin të majtës dhe median e majtë Trumpi është duke mundur. Dënovja të Stefanopoulos $15 milion, ish zëdhenësin që ka patur dikur Bill Clinton në mirë tash, që e hoqi pasaj nga detyra në fund të mandatit dytë, është me një gazet tjetër, s'po më kujtojnë emrat tashi, e ka akuzuar $20 miliard i kërkon, sepse gjatë një debati me Kamala Harrisin, këta kanë ndryshuar përgjigjet, sepse kanë qenë pranë Partisë Demokratike nga këto mediat, dhe nga që ajo nuk është përgjigjur mirë, sipas se ajo 2 gram truk ishte dhe dha përgjigjet tjera, pasaj lexovi dhe këta duke mbajtur kamerën nga lartë jepni përgjigjet tjera për atë. Mi po ekipi Trumpit e kapi dhe krahasovi përgjigjet reale në studio me përgjigjet që kanë dhënë këta në televizion gjatë debatit dhe kanë vërtetuar që ka falsifikim të bisedës dhe ju kërkon $20 miliard. Dhe tash është duke Kazera që është duke ushitur dhe CNN-i për $3 miliard dhe është në biseda Elon Musku për ta blerë dhe CNN. Po ishte fake news ai. Është fake news që është blerë, sepse ka dalë sikur e mbyllën ata. Po llafet janë që do ta... Është në biseda, që mund ta blerë CNN. Dhe po arriti mori këtë kalat të madhe dhe janë tulatur këta të gjithë. Nuk e hapin më në mediat e tyre ato budalleqet që në trashën zullumin dhe në trashën sa populli Amerikan dhe gjithë bota i urevi për ato lloj politike, është kundër familjes, sidomos me pandeminë, se lufta e madhe filloi me kohën e pandemisë, nuk ka filluar lufta me Rusi, Ukrainë dhe pasaj në lindjen e mesme. Lufta e madhe kundër njerëzimit ka filluar me pandeminë. Dhe nuk e dim se si do shkojnë gjërat deri në fund, por akoma e keqja më e madhe nuk ka mbaruar. Nuk ka, ende s'ka filluar, them unë. Unë them që nuk ka mbaruar, domethënë mund të ketë kjo sërkushira edhe më ledjo. Nuk folëm do të sot, po do të trajtojnë nesër me Gjinishin në fakt Cako, pa Albin Kurtin, i cili ka refuzuar sërish të paraqitet prokurorinë speciale dhe ka thënë letë më vi në zyrë po deshë. Është era e tretë që refuzon dhe llafet janë nga kundërshtarët e tij që nuk është e çudi që ta arrestojnë. Po shiko, mund të ketë ndonjë tendencë të Albinit për të mos u konfrontuar me Serbinë dhe ai ka një tërheqje ndoshta tashi për të pajtuar me politikat e Trumpit, i cili kërkon paqe në Ballkan dhe marrëveshje midis serbëve dhe... Po fakti që refuzon të shkojë prokurori, pra që kanë firur ata. Po prokurorinë e kontrollon Kabala. Edhe ata e kërcënojnë tash, mos u largon nga politikat tonë. Kabala apo Trumpi tani? Kabala e kërcënon Albinin. Po fali sekondë. Pse Kabala atëre ti thua në Shqipëri se... Në Shqipëri pakun e kontrollojnë duket nga arrestimi dhe Po pse në Kosovë? Po pse në Kosovë nuk është një gjë?
Por nuk i di këto në Kosovë se çfarë ndodh me atë prokurorinë speciale. Çudia nuk është që nëse i refuzon kështu ta marrin rastin brenda apo jo? Kurtin. Po në qoftë se domethënë kontrollojnë nga kabala, do përdorin çdo instrument ligjor dhe çdo shkelje që mund të bëj Albini për t'ia zhytur më keq. Po do flas nesër me Gjinishin si doktorin që nuk vajtin në pikërisht Berishës edhe ja përdorën si. Atëherë tani do të shohim vetëm pak çaste sepse Cako është korrekt dhe nuk do të tregonte njerëz të tjerë atje. Ishte në një drek sot, më pëlqeu shumë, po këndoni një këngë shumë të famshme. Ç'ishte ajo kënga? Sa mbaj mend, kemi bërë shumë këngë, po kur ti po më shkruaj një dhe unë s'po të përgjigjesh edhe të thash, Orian, jam në një ambient dhe thash se mos ti do të thëshë se s'po më përgjigjet ky edhe të dash një sekuencë të vogël. E bukur shumë, e bukur. Ta dërgova. Këtë bukur ato videot, po megjithëse Cako nuk do të shikojë se kush ishte atje, se s'ka autorizimin e tyre, do shohim vetëm momentin e fundit. Thjesht për qef dhe pasaj do mbyllim me Celentanon. Ora në këtë moment është 23:25 minuta, por t'ju thënë që ky emision zgjati më shumë